dhe kemi punuar me vitet e tëra që Kosova të arrijë pavarësinë e saj me 17 shkurt 2008. E vlerësojmë jashtëzakonisht shumë dhënien e shtetësisë dhe njohjen tonë si qytetar, si shtetas të Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Domethënë nuk jemi vetëm qytetar nderi, por edhe shtetas të Kosovës. Po ashtu duam të themi, ta pranojmë dhe ta vlerësojmë punën e shqiptarëve të Amerikës. Tani sapo u takuat me disa antarë të bordit tonë dhe është e rëndësishme sepse bordi ynë është i përfshirë edhe në bërjen e dallimeve të ndryshme në kushtet dhe aspiratat e shqiptarëve të Kosovës nga viti 1999 dhe edhe për njohjen ndërkombëtare kur e bëri udhëtimin sekret në Beograd, ku ai foli për shtypjen e shqiptarëve në duart e diktatorit dhe kriminalit të luftës Slobodan Milošević dhe u kthye në New York me dëshmi. Gjo dhe unë u takua më vonë dhe ajo që ka ndodhur me Gjon ka ndodhur në fund të viteve të 80. Pastaj mi takua në vitin 1994 si dy shtetas të BE-s që ishin të vetëdijshëm për rreziqet e Miloševićit dhe kemi punuar me vitet e tëra që Kosova të arrijë pavarësinë e saj me 17 shkurt 2008 dhe njëra prej arsyeve pse Stephen Palcy është me ne sot është se duam ta vlerësojmë atë që ka bërë ai në terren kur të gjithë ishim duke u përpjekur që të ngrihemi kundër Slobodan Miloševićit. Në fakt jemi takuar me Stephen Palcy kur ishim të gjithë në Hag, kur po udhtonim rregullisht për të parandaluar ata që luftonin kundër pavarësisë së Kosovës. Tani edhe njëherë Kosova ka histori, shqiptarët kanë histori jo të nisjes së dhunës së asnjë lloji, jo të përfshirjes në aktivitete ushtarake, por në këtë rast kishim mundësinë, domethënë që të mbronim të gjithë, sepse të gjithë ishin në rrezik. Pra është rëndësishme që sot jemi bashkë që të kthehemi prapa në histori dhe të kuptojmë se sa përpjekje janë dashur për të kundërshtuar Miloševićin dhe tani për të arritur në këtë moment në vitin 2026 ku mund të marrim vendime se si mund të shkojmë më tutje. Dhe me këtë edhe njëherë duam t'ju falenderojmë që na keni bërë pjesë të këtij procesi, pjesë të familjes suaj.